keni vërejtur parakullsi gjatë procesit në numërimin të votimit? Absolutisht po. Herë është një diçka e pa imagjinueshme sepse ne këtu kemi komplet stafin e bashkisë. Nën kryetari i bashkisë para disa netësh është zënë flagrancë në një pikë në orën 12 natës, që është i përfshirë në manipulimin e qytetarëve dhe blerjen e votave, pa diskutim dhe jam plotësisht i bindur. Por ne tani këtu kemi po na numëron edhe votat. Pra ne kemi zënë natën duke manipulu votën, por tani kanë vu ujkun që të numërojë delet. Kjo është ajo që e bën parapranueshme. Po të shohësh komplet numëruesit janë të gjithë familja e Pirinëreut që quhet bashki. Pra Inuku, drejtora, nëndrejtora, njerëzit e bashkisë që po numërojnë votat e qytetarëve, ku është njëri më i akuzuar për Bashkinë e Lezhës për korrupsion, vjedhje, manipulim. Dhe numërojnë votat e qytetarëve. Kjo është parakullsia numër 1 për këtë zgjedhje. Pa llogaritë se 6 vota të pavlefshme janë numëruar për Partinë Socialiste dhe shumë parakullsi tjera. Jam plotësisht i bindur se dhe vota e migracionit është manipuluar 100% sepse ka dalë si Enver Hoxha ky zotëria. Mbi 90% të disa qendrave votimit ku kanë kaluar për Partinë Socialiste, ato qytetarë që janë larguar fal kësaj qeverie i pasin dhënë dhe votën. Por ne e dim shumë mirë se kur na i kanë vjedh natën, po na i vjedhin edhe ditën, ne e dim shumë mirë se çka ka ndodhur me DHL-n që s'ka funksionuar, e vetmi institucion perfekt që ka bota, DHL s'ka funksionuar vetëm në Shqipëri. Pra është manipuluar dhe vota e migracionit. 80 mandate, një qeveri e korruptuar. Perspektiva ishte për minus, kjo ka dalë plus. Kjo do të thotë se janë blerë qytetarët, janë dhunuar qytetarët, janë detyruar të punojësit e bashkisë të sjellin 5 vota ose largohen nga puna. Kjo ka qenë parulla e kësaj bashkie, e këtij kryetari i bashkisë që quhet Pirinëreu. Por Lezhë ja dha verdiktin, Qarku Lezhë e largoi narkoshtetin dhe kryetarin e kësaj bashkie të korruptuar.